ADHD-ja është në fakt një çrregullim I cili shumë shpesh prindrit mendojnë që ka qenë mënyra, është një çrregullim sjellje apo është mënyra se si është edukuar fëmia, se si kanë arritur të vendosin disa rregulla prindrit apo jo me këtë fëmijë të caktuar, të paktën kështu është perceptuar deri tani në popullat. Në fakt jo, bëhet fjalë për një çrregullim të neurozhvillimit, I cili ka një bazë të fortë gjenetike, pra një predispozicion gjenetik. Pra ne kur kemi një fëmijë me ADHD, sigurisht që karakteristikat të ADHD-s, elementet e ADHD-s apo një diagnozë ADHD-je e gjejmë edhe në pjesëtar të tjerë të familjes. Pra komponenti gjenetik dhe baza gjenetike është shumë e fortë në këto raste, por sigurisht që komponenti gjenetik përfshihet vetëm në faktorët e rrezikut për ADHD-n dhe nuk është faktor shkaksor apo etiologjik direkt. Mendohet në fakt që ADHD-ja të mos jetë një problematik, një çrregullim sjellor, siç është menduar më përpara, apo një problematik në cilën fëmia nuk është edukuar ashtu siç duhet nga prindrit apo nga pjesa tjetër e familjes apo në sistemet e arsimit në kopësht apo në shkollë, por është një problematik në të cilën kemi një bazë të fortë neurofiziologjike, që do thotë fëmijët me ADHD kanë problematika në disa rajone të trurit që janë kryesisht të lidhura me vëmendjen, me impulsivitetin dhe hiperaktivitetin, dhe në këto raste kemi kryesisht problematika që lidhen me nivelin e neurotransmetuesve dhe kryesisht dopaminës dhe noradrenalinës. Mendohet që në fëmijët dhe individët me ADHD, dopamina dhe noradrenalina të ketë një aktivitet të reduktuar apo të prodhohet në sasi të kufizuar. Sido që tjetë, shkaku etiologjik direkt në lidhje edhe me këto neurotransmetues akoma nuk është konfirmuar plotësisht. Por ama sigurisht që ekzistojnë disa faktorë rreziku për sa I përket ADHD-s kryesisht në fëmijët. Për shembull, një faktor rreziku është pesha e vogël në lindje e fëmijës. Pra, nëse një fëmijë lind preterm apo lind me peshë të vogël në lindje, ky është një faktor rreziku për ADHD-n. Faktor tjetër rreziku është përdorimi I alkoolit dhe I duhanit tek nënat gjatë shtatzanisë, intoksikimi nga metalet e rënda, për shembull nga plumbi, apo problematika të tjera si për shembull traumat e kokës, apo infeksionet e sistemit nervor qendror, apo apnea obstruktive e gjumit, e cila është një faktor rreziku madhor për të dhënë ADHD apo problematika të tjera në fëmijë. Sigurisht që dhe lista e faktorëve të rrezikut, si për çdo problematik neurozhvillimi, është e gjatë. Një fëmijë mund të ketë gjithë faktorët e rrezikut dhe të mos shfaqë ADHD, apo asnjë faktor rreziku dhe të ketë ADHD. Pra nuk ka lidhje direkte midis faktorëve të rrezikut dhe ADHD-s.